Prej orës 8 të kësaj të diel ka nisur votimi për zgjedhjen e kryetarit të DG-së së Partisë Demokratike në Shkodër. Në këtë proces zgjedhor kanë drejt vote rreth 7100 anëtar të kësaj force politike. Procesi i votimit zhvillohet në hollin e Teatrit Mexhenit, teksa është vënë re një pjesëmarrje e lartë anëtarëve për të votuar. Në garë për drejtimin e DG-së së PD Shkodër janë Ardi Qylibyli dhe Gendian Ibroja. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për demokratët e Shkodrës. Votohet për kryetarin e DG-së Shkodër për 4 vitet e ardhshme. Duket pjesëmarrja duket shumë e mirë, ka pjesëmarrje, gjë që është shumë gjë e mirë për procesin. Gjithçka po shkon marrë e mirë. Këto kandidat janë të njoftën me strukturat, kanë pas vite struktura, kena filluar qysh seksione, në grup seksione me radhë. Unë uroj që të fitoj ai që të vendosin antarësia, sepse ajo është baza e themelit të demokracisë. Në fund procesit ne të gjithë do jemi bashkë, do jemi gati për sfidat e rrallshme që na presin. Kështu që falenderoj për që jeni sot këtu, falenderoj votuesit e Partisë Demokratike që sot marrin pjesë në këtë votim. Unë kam qenë ai që kam ngul që lista më kanë është jashtë dhe kam rënë dakord, kam qenë i parë që kam thënë që nuk do të më hek asnjë. Ta kryejmë këtë proces i cili sot është i rëndësishëm, mbrapa mësoj do fillojnë edhe filtrimi i listave, do fillojnë edhe riorganizimi i partisë dhe përgatitja për zgjedhjet lokale të vitit tjetër. Ky është mesazhi që ne japim Partisë Demokratike dhe strukturave, ne jena bashkë, pavarësisht se debate ka pas do të ketë gjithmonë, ne kemi hall mbrapa çdo gjë dhe sot jena për PD-n dhe për strukturat e Partisë Demokratike. Do ta filloj këtë diskutim lidhje me pjesëmarrjen, duke falendëruar gjithë pjesëmarrësit, gjithë antarësinë që ka marrë pjesë dhe një proces që është duke bashkë deri në këtë moment është perfekt. Kjo tregon që gjithë antarësia është gati që të forcojmë Partinë Demokratike dhe ta çojmë në standardet më të larta, që të bëhemi gati për betejat e rrallës politike. Respektoj vendimin e kryesisë në lidhje me debatet. Debate në forumet politike ka pasur dhe ka për të pasur gjithmonë dhe besoj që është marrë vendimi i drejtë. Ai vendim që është marrë. Procesi i votimit është planifikuar të zgjasë deri në orën 18 dhe më pas do të nisë numërimi i votave, ku do shpat fituesi do drejtohet degën e Partisë Demokratike në Shkodër.